Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit tonë Flasim si fëmijë. Në këtë udhëtim ne do ndalim te fëmijëria, kujtimet, trashëgimimet dhe pasionet që përcjellen brez pas brezi. Sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar një grua të veçantë, një artizane nga Zadrima, që përmes punës së saj ruan dhe pasuron traditat shqiptare, Francesca Pietraj. Francesca është pjesë e iniciativës Colors of Zadrima, një hapësirë që promovon mjeshtrinë dhe artizanin tradicional. Ajo ka studiuar kimi dhe teknologji ushqimore, por rrugtimi i saj profesional mori një drejtim tjetër, ato të trashëgimisë familjare. Dëshuria për të zgjatur nuk është rastësi. Edhe mamaja dhe gjyshja e saj kanë punuar gjithë jetën me duar, duke i dhënë jetë veshjeve tradicionale. Madje edhe fustanin e dasmës së Franceskës e punuan me të zgjatë gjyshja dhe mamaja e saj, një simbol i fuqishëm i lidhjes mes brezave dhe artit të dorës. Sot, përveç se artizane, Francesca është edhe nën. Fëmijët e saj shkon në kopsht dhe si çdo prind, që ajo përpiqet të balancojë rolin e nënës me ato të krijueses. Mirë se erdhe Francesca. Mirë se u gjeta, për mua sot është kënaqësi të jem këtu, t'rregoj pak nga jeta edhe puna ime si një artizane, si një nën, siç e thatë edhe ju, dhe si një përfaqësuese e një pjesë të vogël të Zadrimës. Francesca, si ishte fëmijëria jote në Zadrim? Kam pas një fëmijëri shumë të lumtur, jam rritur në një ambient me shumë njerëz, e rrethuar me shumë dashuri, dashuri përveç që njerëzores, edhe dashuri për artin, për traditën, për gjithçka të bukur që Zadrima përfaqëson edhe jep çdo ditë. Francesca, cili është kujtimi yt më i hershëm që lidhet me të zgjatur ose me punët artizanale në shtëpinë tënde? Në fakt, unë nuk e kujtoj kujtimin tim të parë me ta, sepse gjithmonë në familjen time ka qenë një tezgja dhe është punu tezgjavu, duke qenë se gjyshja e ka pas gjithmonë pasion dhe e ka ushtruar si zanat, po ashtu edhe mami. Se të ka frymëzuar mamaja jote në rrugtimin që ti ke zgjedhur? Frymëzimi ka ardhur me kohën, me rritjen time, normalisht, duke e pa çdo ditë në shtëpi, duke u rrit dhe duke ja kuptuar më shumë vlerën, më shumë rëndësinë si artizanat dhe si traditë e zonës nga ku unë vi. Kur ishe vogël, a kishe dëshirë të mësoje për artizanatin apo nuk e kisha aq me qejf? Në fakt jo, deri në një moshë caktuar, kam afërsisht 20 e pak vjeç, kam pas, jo që se kam pas dëshirë, por nuk e kam dasht absolutisht fare si traditë dhe si gjë, duke qenë se nuk më bante përshtypje, për vetë faktin se isha e ngopur me të, për mua nuk ishte asnjë gjë e veçantë, nuk ishte asnjë gjë speciale si gjë, ishte thjesht tezgja, punime tezgjaut edhe kaq. Por me kalimin e kohës dhe me rritjen kuptova që është diçka që realisht ka vlerë dhe duhet t'i jepë rëndësia duhur. Francesca, jeton në qytet apo në fshat? Unë jetoj në fshat, në Dajç, në zemër të Zadrimës. Unë kam një mace, po ti që jeton në fshat, a ke kafsh? Ne kemi 3 qenë edhe një mace. I dum shumë kafsht dhe kena një kujdes dhe një dashuri shumë veçantë për ta, pavarësisht se unë nuk kam një marrëdhënie shumë të mirë me ta, që ndi kam shumë frikë, por familjarët e mi patjetër që po. Duke qenë se jeton në fshat, se do e bësh kur fëmijët e tu të shkojnë në shkollë? Do t'i sjell me makinë në Lezhë, besoj. Për momentin nuk funksionon një transport urban i posaçëm për fëmijët për shkolla, por nëse do ta ketë një tillë, patjetër që do ta shfrytëzoj, por për sa kohë nuk është, mendoj që do të përdorim makinën tonë. A të pëlqen të gatuash? Jo edhe aq. Po fëmijët e tua kanë një ushqim ose një gatim të preferuar? Kanë në shtëpi, vjera ime, gjyshja fëmijëve të mi, është një guzhinier e shkëlqyer edhe lafrohen me kungull e çan, kështu që ai është edhe një ndër gjërat e preferuara të fëmijëve të mi. A të ka mbetur në mend ndonjë vegël artizane që nga kohë kur ishe fëmijë? Po, kam qikrikun. Qikriku është një ndër pajisjet e ndihmëse të zgjallët për mbushjen e fijeve dhe atë kur kam qenë e vogël, gjyshja nana më ka vendosur gjithmonë që ta ndihmoj me mbushjen e atyre dhe kjo është një ndër pjesët e të zgjallët me cilën unë kam kujtime të miri. Ti Francesca ke studiuar edhe kimi dhe teknologji ushqimore, pse zgjodhe këtë degë? Mendoj si shumica e trinjve në Shqipëri,
pa një drejtim të caktuar, thjesht ideja që duhet të mbaru një universitet, vendosa një listë prej 10 degësh, si gjithë maturantët e asaj kohe, mendoj që edhe sot vazhdojnë për njësoj. Vendosa një listë të degëve, në cilat kisha pikë të mundshme për t'i kapë dhe fitova këtë, vazhdova këtë. Nuk ka qenë asnjëherë pasioni im kimia dhe as teknologjia ushqimore, përkundërzi nuk s'kam qenë asnjëherë prirur të këto degë, por e përfundova. A ke provuar ndonjëherë të punosh në profesionin e studimeve të tua? Jo, nuk e kam ushtruar asnjëherë si profesion dhe nuk mendoj se do ta ushtroj ndonjëherë. Çfarë të shtyu të mos të ndiqat rrugë pra por të kthehesh te artizanati? Në fakt, kthimi te artizanati ka ndodhur komplet rastësisht. Pas përfundimit të studimeve, unë kthehem në shtëpi, nga Tirana, dhe në atë moment mami ishte në diskutime për për zbatimin e një projekti. Ka qenë një kohë goxha e vështirë për ta, sepse ishte një moment që ose duhet ta linte artizanatin, të hiqte dorë për ti, ose duhet bante diçka më tepër. Edhe ky ishte pikërisht momenti që ishte mundësia për të bërë diçka më tepër. Mirë po, në projekt ishte e domosdoshme pjesëmarrja dhe ndihma ime për ta. Edhe u futa kështu rastësisht, mendova që nëse se bëj kësaj herë, nuk do të ndihmoj dot më, dhe më shumë e bana për mamin se sa për vete, kështu që thash do ndihmoj këtë projekt edhe boll, por ja që ngela dhe jam sot aty prapë. Si e sheh këtë zgjedhje që bëre, si një sakrificë apo si një fitore? Jo, mendoj që është një fitore, unë jam sot shumë e lumtur për zgjedhjen që kam bërë. Për shumë arsye, një ndër ta është sepse unë jam sot një e re që vazhdoj traditën, dhe kjo është një vlerë. Ruaj një traditë shumë të vyrt, një zone shumë të përfolur për traditën dhe pikërisht për të zgjavën dhe për veshjen e veçantë që ka. Dhe përveç kësaj është një punë që sot më jep kënaqësi, e du shumë dhe kam dëshirë ta prezantoj, kam dëshirë të flas për ta, kam kënaqësi kur presim njerëz punishte dhe mahniten me punën, me gjithçka gjejnë aty. Pra është diçka që në përgjithësi më jep shumë kënaqësi. Çfarë ndjen ti Franciska kur punon në TSG? Është një punë që kërkon shumë durim. Unë jam paksa natyrë shumë e lëvizshme dhe nuk jam shumë e prerë për punë timta dhe me shumë durim, por TSG-u të jep një qetësi mendore të jashtëzakonshme. Është një botë ku ti futesh edhe humbet aty, sepse çdo gjë është me llogari, çdo fije është me numërim dhe është diçka që kërkon përqendrim maksimal gjatë kohës që ti je aty. Çfarë është gjë më e bukur që ke punuar ti vetë? Unë kam punu disa produkte dhe disa procese, sepse normalisht ne sot nuk prodhojmë vetëm produkte që kohë më përpara kanë qenë të zakonshme me TSG, ne sot prodhojmë edhe çdo gjë që munden edhe trit me i përdor, çanta, bluza, portofola, shalle, kravata. Dhe ndërta përfshihem në shumë procese të punës dhe kam disa produkte nga më të ndryshme. A ka ndonjë punim ose proces që është më i vështirë se të tjerët? Po, ka. Secili nga proceset ka vështirësitë e veta. Janë disa procese që me kohën shumë pak njerëz dinë ti bajnë dhe po humbasin, por ndërta ne konsiderojmë më të vështirë në punimin e modeleve me motive, që është konsideruar si më i vështirë, dhe gjithashtu edhe punimi i mëndafshit TSG. Nuk është se është shumë i vështirë sa kërkon kohë, sepse është shumë delikat si proces. Si është marrëdhënia mes brezave për artizanatin në familjen tuaj? Nuk ka qenë e mirë, por e kemi rregulluar me kalimin e kohës, me vitet. E thash edhe pak më parë, ne duke u rrit, kena kuptu që është diçka që ka vlerë dhe duhet t'ja japim rëndësinë që ta kanë. Por sot, normalisht, unë personalisht jam e përfshime komplet në këtë gjë dhe i gjithë synimi im është se si mund ta çoj përpara. Sa kohë të merr mesatarisht të bësh një punim të plotë? Varet te produkti që duam nxjerrim, varet tek mbulesa, kërkojnë 2 javë, për shembull.
një çantë ose një bluzë kërkon 3-4 ditë, varet tek produkti, sa punim ka, mallësia, janë shumë faktorë që ndikojnë. Çfarë mendon për rrezikun që këto tradita mund të humbasen? Rreziku është aktualisht shumë prezent dhe situata realisht nuk është as pak e mirë, sepse shumë të ri kanë heq dorë, por as nuk kanë interes fare. Pavarësisht se ne në punishten tonë duhet ta theksoj që prej vitesh jena mundu që me afru vajzat e reja, sepse është një punë që përgjithsisht e bajnë femrat dhe nuk është e vështirë me përfshirë dhe me shpejt. Dhe kena afru vajzat e reja që janë studente dhe gjatë pushimeve verore kanë ardhur dhe kanë mësuar të zgjahun, po kanë pas edhe dëshirën me vazhdu me punu kur kanë pas kohë të lirë. Çfarë mendon se bën artizanatin e zadrimës unik në krahasim me traditat tjera shqiptare? Unik. Çdo lloj artizanati dhe tradita është unike në llojin e vet, mendoj unë, por ne te ajo që ka prezentojmë janë produkte të cilat janë shumë tërheqëse për syri, përveç se është një artizanat shumë i lashtë, tepër i vjetër dhe sidomos sepse e gjithë zanafilla e saj është nga veshja, pra gratë e Zadrimës dikur kanë punu veshjen e tyre tradicionale me tezgja, dhe përveç se shumë i vjetër si zanat, është edhe shumë tërheqës për syrin, ka produktet tona mendoj që janë shumë bukura. A mund të na rrëfesh historinë e fustanit të nusërisë që ta punuan gjyshja dhe mamaja? Fustani ka fillu, gjithmonë mami ka thënë që kam dëshirë që të punoj një fustan kur të martohem, dhe u afru goxha dasma, po thuj se 3 muaj para dasmës, dhe nuk ishte fillu akoma për shkak porosive, që kishin porosive të tjera, dhe erdhi një moment që tha, okay, tash duhet ta filloj. Dhe kanë punu në një mënyrë intensive, po thuj se për 2 muaj, për ta realizu, i punu me pjesën e mangëve dhe vellën e katë punuar me tezgja, me mëndafsh, ndërsa pjesa e busit është e punuar me pambuk dhe e gjithë qëndisja në kornizat e jashtme është e qepur me gjilpër nga nëna. Është një kujtim jashtëzakonisht i bukur që unë kam dhe mendoj me shumë vlerë për mua personalisht. Si ndjeshe në ditën e dasmës duke mbajtur veshur pra një fustan të punuar me shumë dashuri dhe pra me punën dhe mundin e njerëzve që të duan? Normalisht jashtëzakonisht mirë, kënaqësi shumë e veçantë për mua, po edhe një ëndër e realizuar, sepse si çdo vajzë mendoj se gjitha vajzat kanë ëndër fustanin e bardhë. Dhe për mua normalisht ishte paksa më special, sepse e mora më shumë kisha kënaqësinë e durëve të nanës se sa të mamit, për këtë më vjen keq ta them për mamin, po normalisht më shumë kënaqësinë e durëve të nanës, se është një person shumë i veçantë në jetën time, kështu që e mban ende fustanin dhe a mendon që do ja lësh trashëgimi pra fëmijëve tu? E mbaj. Shpresoj që një ditë kem një vajzë, unë kam vetëm 2 djemë për momentin. Nëse një ditë do të kem një vajzë, patjetër që do të thënë ky ka qenë edhe qëllimi për cilin unë kam bërë një fustan që ta kem personal, ta mbaj dhe një ditë t'ja lë trashëgimin fëmijëve të mi. Por reagimi njerëzve kur pan fustanin tënd të punuar krejtësisht me tezgja dhe nga duart e mamas dhe gjyshës tënde, si reaguan? Në fakt, në dasëm nuk ka pas një përshtypje jashtëzakonisht shumë të madhe, sepse shumica njerëzve kanë ditë që do jetë një fustan i punuar nga ne, dhe normalisht kanë qenë pothuajse gjithë zadrimore dhe produkte zgjahu, jo diçka shumë e jashtëzakonshme, por e jashtëzakonshme ishte fakti kur unë postova në rrjetet e mia sociale, domethënë në faqen e Kolorsit, dhe aty mora një bum reagimesh. E postova në mënyrë shumë të thjeshtë, postova thjesht për të falendëruar njerëzit që ma kishin punuar me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim, por gjëja u bë jashtëzakonisht shumë e madhe dhe mori përmasa të tjera. Nuk e prita, u kënaqa jashtëzakonisht shumë, sepse në fundit ishte diçka që realisht ja vlete, ishte i domosdoshëm vlerësimi, por unë nuk e prita. Ishte diçka paksa surprizë. Si është thjesht pjesë e nismës Colors of Zadrino? Është një sipërmarrje shumë e bukur.
jashtëzakonisht e bukur, aq më tepër kur fillon edhe e don, sepse unë jam një fazë tash që nuk e bëj më për detyrim, e bëj për dëshirë, e udhëheq me shumë kënaqësi si më pëlqen ta çuj punishte. Po ka shumë sfida. Tu pas parasysh se jemi në Shqipëri dhe në Shqipëri për artizanati nuk është se ka asnjë lloj prioriteti, gjërat funksionojnë njësoj si për çdo lloj biznesi tjetër, nuk ka asnjë lloj lehtësie, asnjë lloj favori. Kjo jo për tu anku, por për faktin që unë mendoj se artizanati është një gjë që duhet vlerësu pikërisht nga shteti, një gjë që përderisa është diçka që ruhet, është traditë edhe është diçka që ruhet dhe duhet vlerësu paksa më ekstra. Po këtu te ne nuk ndodh, gjithçka ne funksionojmë si një biznes normal, paguajmë gjitha detyrimet dhe çdo gjë si një biznes normal. Pa rëndësi ka nëse ne shesim apo jo, nëse ne punojmë apo jo, sepse duhet të theksojmë që është një biznes që me punohet më shumë punë në kohë sezonale, pra fundvitja dhe vera kanë më shumë punë, ndërsa pjesa tjetër e vitit është paksa më qetësi, jo se nuk kemi punu, por është paksa më qetësi. Po ka sfida në shumë aspekte, ka sfida në fuqinë punëtore, sepse kemi shumë mungesa, se sot shumë nga zonën që dikur e kanë punu nuk e punojnë më atë zgjahun. Vajzat e reja, siç e thash, ka shumë pak vajza që kanë interes, edhe ato që kanë pas interes dhe kanë mësu, kanë marrë edhe profesione të tjera dhe normalisht kanë zgjedhur profesionin për cilin janë arsimu. Vështirësi në landën e parë, ka shumë sfida, por gjithsesi mendoj që nuk duhet dorëzona. Çfarë do bie se kjo nisëm për gratë dhe komunitetin aty në Zadrim? Punishtja jonë është si qendër mbledhëse produktesh. Ne jo vetëm punojmë dhe shesim produktet tona, te ne është mirë të ardhur çdo grup që ka dëshirë me punu, nuk ka rëndësi din apo jo me batë zgjat, mund të vijë ta mësoj, mund të bëjë një proces tjetër pune, sepse nuk është vetëm zgjallë. Tek ne çdo grup që punon nga shtëpia, por nuk ka mundësi më ardhë me punu tek ne, mundet me sjell produktet e veta dhe me shi tek ne pas edhe një lloj kostoje. Dhe shërben si një qendër që kushdo që ka dëshirën me njoft apo me ditë diçka më tepër për artizanatin e të zgjahut, është i mirëpritën dhe nuk pas edhe një lloj problemi. Mirëpresim gjithmonë turista dhe deri tani ka funksionuar shumë mirë e gjithë kjo pjesë edhe për ndihmën e grave të zonës. A ka ndonjë projekt apo punim që të ka mbetur shumë në mendje? Diçka shumë e veçantë që ne kemi realizuar ka qenë një bashkëpunim që kena pas me bashkinë dhe ka qenë dasma zadrimore. Në dasma zadrimore punishtja jonë ka ofruar kundrejt asnjë pagese, ka ofruar 80 palë kostume zadrimore, burrash dhe grash, edhe kostumin e plot të nuses. Kjo është diçka që kam dëshirë ta theksoj, sepse sot është shumë e vështirë të gjesh një kostum plot të nuses zadrimore, me të gjithë elementet e saj. Dhe është shumë e veçantë për ne dhe ka qenë një kontribut jashtëzakonisht i madh i joni. Dhe një sfidë shumë e madhe që morëm përsipër dhe realizuam realisht më së miri, sepse është një gjë që kërkonte shumë potencial dhe ne u përpoqëm, kena punuar jashtëzakonisht shumë për me arrit me realizuar gjithin. Sepse është e vështirë të gjesh sot si veshjen e nusës, por edhe kostumet e plota 80 palë është nuk i mbledh dot, më thënë, sepse ka ngelur shumë pak që i kanë, edhe ato që i kanë nuk i japin më dhe është e vështirë për t'i bërë. Si arrin ta balancosh jetën si nën me pasionin që ke për artizanatin? Me shumë sfidë, unë kam 2 djemë shumë trazovaç. Si vjetë kanë filluar edhe kopshin, kështu që mendoj se situata është po kam pa një periudhë pothuajse pushimi për 2 vitesh, sepse nuk kam arrit me menaxhu më mirë se kaq, por normalisht puna ka vazhduar, sepse mamia dhe gratë të tjera që janë aty e kanë bërë shumë mirë, por kam punu me pjesën online. Do të thënë në periudhën kur nuk mundem me kenë fizikisht në punishte, jam gjithmonë me rrjetet sociale, me porositë online, me dërgesat online, me pagesat, me çdo gjë që janë detyrime të një biznesi. Si reagojnë fëmijët e tu ndaj punës tënde? A shohin si një lojë, si art apo si diçka artistike? Mendoj se janë shumë vegjël për të kuptuar vlerën edhe rëndësinë edhe çka është të zgjahu
si tradit, por si pajisje ju pëlqen shumë të zgjallë dhe çdo herë që janë punisht kanë dëshirën që tulen edhe ta provojnë si funksionon. Pra, brezit tjetër punonjësve të zgjallë do të jenë burra? Në fakt, mendoj që jo, pavarësisht se thash se çunat e mia e provojnë të zgjallën, por besoj se kur të rriten nuk do ta kenë njëjtën dëshirë, sepse është një punë që kërkon shumë, është një punë shumë e imtë dhe kërkon shumë durim. Mendoj që nuk është shumë e përshtatshme për natyrën e meshkujve, por pse jo mund të ketë edhe përjashtime. Dikur në Zadrim ka pas burra që kanë punuar të zgjallën dhe ka pas gra që nuk e kanë punuar të zgjallën, kështu që gjithmonë ka hapësinë për gjëra të ndryshme. A keni menduar të konkurroni në fushën e modës, pra me modën standarde që është sot? Si për shembull, unë që do shkoj këtë vit në Minimatur, sa do të më kushtonte të bëja një fustan të ju? E kena mendu edhe e kena provu, e kena eksperimentu, është diçka që pëlqehet. Fustanet e ne janë prodhu dhe nuk kanë një kosto, të asiguroj dhe më thanë që nuk kanë një kosto më të lartë se sa fustanet që tregu sot mbartë, të pas parasysh çmimet që kanë. Por të pas parasysh se sa punë ka një fustan i punuar në të zgjallë dhe sa përkushtim i merr njeriu që punon, mendoj që shifrat janë komplet përballueshme. Përveç kësaj, normalisht që kushdo që vjen edhe bën një fustan të mirë, do të ketë diçka unike, ne nuk punojmë pothuajse asnjëherë dy gjëra njësoj. Gjithmonë secili produkt do ta ketë veçantinë e tij dhe do të ketë një detaj ndryshe nga tjetri. Dhe kjo është luksi jonë i produkteve të zgjallë, sepse ke mundësinë që me të bësh kombinime pafund ngjyrash, kombinime pafund dizenjosh dhe ke mundësi të eksplorosh pafund botën e pelurës. Kështu që gjithë ata që kanë dëshirë me provu diçka prej nesh janë të mirëpritur. Zadrima tashmë është e njohur për punime tradicionale si poçeria, sapuneria, punimi lëkurës dhe agroturizmi. A keni menduar që të bëni rrjedhimin e artizanëve të Zadrimës? E kena mendu, e kena diskutu disa herë, kena provu edhe kena tentu me realizu diçka, por nuk mendoj se kena bë asnjëherë diçka konkrete. Ne si artizane kemi lidhje me njëri tjetrin, gjithmonë kur një grup turistash vjen te unë, ju sugjeroj edhe 2-3 biznese të tjera me të cilët bashkëpunoj gjithmonë, si poçaria, si sapuneria apo punishtë e lëkurës, po ashtu edhe ata të njëjtën gjë për ne, por nuk është, mendoj se duhet një institucion përkatës ose një udhëhec i duhur për krijimin e një rrjedhimi në formë të drejtë ligjore, mendoj, por ne me njëri tjetrin funksionojmë shumë mirë. Si shumë nëse unë dhe moshatarët e mi do donim të vinim të vizitonim punishtën tuaj, a është e mundur dhe si mund të veprojmë në këtë rast? Patjetër, kushdo që ka dëshirë me ardhë me vizitu punishtën është i mirëpritur, ne gjithmonë jena të hapur ndaj vizitorëve për të pa, për të provu me punun të zgjahur, për të mësuar të zgjahun, apo thjesht për të blej një produkt, për gjithë gamën e gjërave që ne ofrojmë punishte. Ne kemi diskutuar edhe disa herë për të qenë pjesë e projekteve të shkollave të mesme, që në disa orë të veçanta që kanë të jenë pjesë e këtyre, jo vetëm me punishtes tonë, por edhe gjithë llojeve të artizanatit që zona ndryshme kanë. Për të mirëprit studentët, për të pa dhe për të mësuar diçka më tepër mbi artizanatin. Francesca, çfarë ndrysh ke për të ardhmen, si për familjen ashtu edhe për artizanatin? Për artizanatin, ëndra ime kryesore është që të mos humbas, domethënë të arrit ta vazhdoj. Është fjalë e madhe për ta vazhduar, sepse ka jashtëzakonisht shumë gjëra që unë kam për t'i mësuar rrugës dhe jam shumë herët për ta marrë përsipër si përgjegjësi, pavarësisht se e kam filluar si gjë, por nuk mund ta mohoj që jam shumë herët dhe ka akoma shumë për të mësuar, por shpresoj shumë që t'ja arritja dalë dhe ta kthej këtë në një kauzë që edhe të tjerë të bëjnë njëjtën gjë si unë, sepse tradita po nuk vazhdoj, po humbi vazhdimsinë, atëherë nuk ka më vlerë. Dhe kjo është pika ku ne duhet të mbahemi fort, domethënë të mos e lëshojmë me çdo kusht. Tradita duhet të vazhdojë të jetojë.
Dhe kjo është e gjitha armja ime, unë aty e kam projektuar, sepse unë nuk projektoj as lëvizjen nga Zadrima, as lëvizjen jashtë shtetit, as edhe gjaja. Mendoj që fëmijët e mi do rriten aty, sepse vetë jam rrit në një ambient tillë me shumë njerëz dhe shumë dashuri dhe të njëjtën gjë duhet edhe për fëmijët e mi. Shumë faleminderit Francesca që ndavëm në historinë tënde dhe na le të shohim se sa bukur mund të jetë të bashkëtosh me traditën dhe me jetën e sotme. Faleminderit ju, ishte shumë kënaqësi për mua. Francesca na tregoi se artizanati nuk është vetëm një profesion, por një mënyrë për të mbajtur gjallë kujtimin e fëmijërisë, rrënjët e familjes dhe identitetin kulturor. Prandaj, mos e lëm traditat të vdesin. Shihemi në episodin tjetër të Flasim si fëmijë, çdo të mërkurë në orën 6 në Akrolis TV.